Në konak të mërkurën brëma nuk i shkoi për t'ia uruar festën, por për t'ia marrë jetën. Arben Spasolli dyshohet se hyri në banesën e ish shokut të tij, Erdogan Ibrahimi, me qëllim për ta vrarë. Po veç si ka hi me herë se Erdoani ka menu që ka më përshëndet me to. Ka më përshëndet, adin si kur shoka, sena, edhe ai me herë pas kanë dhirë që atë dhe e ka prejnë pyt. Familjari thot se momentin kritik e pa edhe vajza e mitur e viktimës. Shabani ka qenë të vllovet ky viktime Erdoani, pro edhe një shok i tyni ka qenë me ta. Edhe një qik e vogël e Erdoanit, viktimës ka qenë 5-6 vjeqar aty me ta. Pas akti dorasi 30 vjeç, iku pasi dyshohet se sulmoi edhe vëllain e Erdoganit, e pas ju vun gati të gjithë. Shabani u mbroj dyqysh, u largu prej thike qysh të që kur u kthy, edhe ja ka prej qytetin hund edhe në buzë. Në qatë moment, ai vrasi si ka i shkollëve të poshtë, Shabani dhe i shoku i tina e kanë ndjek me herë poshtë jashtë të banesës, po atëre u kthy ka thonë hajde të qymë që ka po ndodhet me Erdoani. Kur ka shku Erdoani veç u mënu me dal prej shtëpie, me shkollëve të poshtë në korridor, po qaty qeve s'ka pas edhe shumë takat. Por nuk shkoi gjatë e policia e zuri Spasollin. Është prangosur dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ndërkaq trupi pa jetë i viktimës është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. 38 vjeçari nuk i mbijetoi plagës dhe vdiq në spitalin e Mitrovicës, derisa vëllai e plagosur e dërguan në QKUK e pas trajtimit u lirua për në shtëpi. Sipas familjarëve, probleme me palëve nuk ka pasur më herët, por dorasin e njihnin si problematik. Si mbas familjarëve tina, ai edhe në shtëpi pas ka bot dom babës vetë. Ai sigurisht narkoman, narkotika është në pyetje. Motivet e para të rastit do të bëhen të ditura pas mbarqjes së seancës për caktimin e paraburgimit.